Për recetën e këtyre bombicave, si bazë do të përdorim edhe napolitankat. Unë I kam zgjedhur që t'i përdor ato me shije limoni, por mund të përdorni çfarë do lloj që juve ju pëlqen. Në total do të na nevojiten 100 gram napolitanka. 100 gram napolitanka I shtojmë në një blender dhe vazhdojmë që t'i bluajmë. Napolitankat e bluara I shtojmë në një enë më të madhe. Ne tek ina do të shtojmë edhe një banane. Vazhdojmë e shtypim bananen edhe një herë bashkë me napolitankat. Vazhdojmë tani që t'i shtojmë biskotat e bluara. Në total do të shtojmë 300 gram me biskotat bluara. Dhe tani ajo që do I mbledh, do I bën me më shumë shije, është kremi I djathit. Unë zakonisht e zgjedh kremin e djathit sa më kualitet dhe e përdor atë nga labne. Dhe sot kam zgjedhur që ta përdor me shije të limonit. Nëse nuk mund të gjeni nga I njëjti, lirisht mund të përdorni krem labne të thjesht. Në total do të kemi nevojë për një paketim 180 gram. Vazhdojmë që ta shtojmë kremin e djathit brenda. Dhe tani vazhdojmë përzijejmë. Njëherë do të përzijejmë pak me lugë, pastaj do të vazhdojmë me dorë, që të mund ta mbledhim më mirë masën. Dhe vazhdojmë tani me dorë, në këtë mënyrë do ta kontrollojmë më mirë dhe do ta ngjeshim më mirë. Dhe kështu duket, pasi e ngjeshim mirë dhe e përzijejmë mirë, kjo është trashësia që duhet ta fitojmë, pra një prum I mirë I lemuar, njëjtë sikur kur përgatisim çdo lloj bombice. Vazhdojmë tani që t'ju japim formën rrumbullake. Pasi ju japim formën bombicave, vazhdojmë tani që t'i dekorojmë. Unë do të përdor çokoladë të bardhë për t'i dekoruar. Në total do të përdor 200 gram dhe do të vazhdoj që t'i shkrij ato në avull. Çokoladën e bardhë, pasi është shkrir, e kam transferuar në një gotë që të mund t'i lyej më lehtë bombicat. Dhe tani, pasi janë ftofur pak ëmbëlsirat, vazhdojmë që t'i dekorojmë sipër edhe me pak çokoladë të bardhë.